Një aksident rrugor ka ndodhur këtë të shtunë paradite në zonën e Lungomares në Vlorë, një nga segmentet më të frekuentuara të qytetit, sidomos gjatë sezonit turistik. Ngjarja është shënuar pranë zonës së njohur për lëvizje të dendur të automjeteve dhe kalimtarëve. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Toyota gjatë lëvizjes në këtë aks rrugor është përplasur me një mjet motorik duke shkaktuar plagosjen e drejtuesit të motorit. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit ka pësuar dëmtime në pjesën e këmbëve dhe është transportuar me njëherë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po i jepet ndihma mjekësore. Burime nga spitali bëjnë me dije se gjendja shëndetësore e tij është në monitorim, ndërsa mjekët po kryejnë ekzaminimin e nevojshëm për të vlerësuar dëmtimet. Në vendngjarje kanë mbërritur me njëherë shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur hetimin për të zbuluar shkaqet e aksidentit. Grupi hetimor po punon për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë së Vlorës për të marrë në pyetje dhe për të dhënë versionin e tij për ngjarjen. Për disa minuta qarkullimi në zonë është vështirësuar për shkak të incidentit, por policia ka ndërhyrë për të rregulluar trafikun dhe për të bërë të mundur normalizimin e lëvizjes së automjeteve në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Ndërkohë, policia u bën apel të gjithë përdoruesve të rrugës që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, sidomos në zona turistike si Lungomare, ku fluksi i automjeteve dhe kalimtarëve është i lartë, duke rritur rrezikun e aksidenteve. Hetimet për aksidentin vijojnë, ndërsa pritet ekspertiza zyrtare për të përcaktuar përgjegjësinë e plotë të palëve të përfshira.